Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja pezullon sot të gjitha gjyqet në gjykatën e apelit. Sot në 7 tetor 2025 janë pezulluar të gjitha gjyqet që ishin planifikuar të mbaheshin në gjykatën e apelit. Ky vendim vjen një ditë pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra me armëzjari në sallën e gjyqit teksa po jepte verdiktin për një çështje pronësie. Vrasja. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja qullua për vdekje në sallën e gjyqit pas ditën e sënës, pasi shpalli një vendim për një konflikt pronësie në një ngjarje të paprecedent që u shoqërua me tronditje dhe shqetësime për sigurinë e sistemit gjyqësor. Sipas policisë së Tiranës, autori i ngjarjes dyshohet se është Elvis Shkëmbi, 30 vjeç dhe e palë në procesin gjyqësor. Shkëmbi ka plagosur gjithashtu kundërshtarët e tij në proces Babe Bir. Sot në 7 tetor 2025 janë pezulluar të gjitha gjyqet që ishin planifikuar të mbaheshin në gjykatën e apelit.